Alba rikthehet në shtepi. Rrëfimi tronditës pas spitalit. Muerën syt, kisha dhimbje të tmerrshme. Pas alarmi që shkaktoi dërgimi i saj me urgjencë drejt spitalit, Alba Pollozhani është bashkuar sërish me banorët e tjerë. Ndonse mungesa e saj zgjati vetëm pak orë, rrëfimi i parë pas rikthimit tregon se gjendja nuk ka qenë as pak e lehtë. Sapo kaloi pragun e shtëpisë, Alba u rrethua nga vajzat, të cilat ishin kurioztare dhe të shqetësuara për atë që kishte ndodhur. Me një zë që pasqyronte lodhjen, Alba përshkroi momentin kur humbi kontrollin mbi trupin e saj. Muerën syt krejtësisht, u shpreh ajo, duke konfirmuar se kishte pësuar një gjendje të fikti. Përveç kolapsit, ajo shtoi një detaj tjetër shqetësues. Pata një dhimbje që më përcillte gjatë gjithë kohës. Ndonse mjekët kanë dhënë miratimin që ajo të kthehet në lojë, fakti që Alba përmend një dhimbje që e ndjek, le të kuptohet se ajo mund të jetë ende nën efektin e lodhjes apo stresit të madh. Produksioni po mban në vëzhgim të rrept banoren, për të siguruar që incidenti të mos përsëritet.